Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Ja ku jemi sot së bashku me shpresën e të Madhit Zot në takimin e radhës inshallahu taala. Me shpresën e Zotit jemi pra në ditën e 10 të muajit Ramazan dhe njëkohësisht jemi në ditën e 10 të muajit Mars. Ka përshënduar pra këtë vit, ka qenë caktimi i Zotit që të jenë ditët e Marsit njësoj me ditët e Ramazanit. Ka filluar Ramazani me 1 Mars dhe me shpresën e Zotit do të mbyllet me 29 Mars. Pra i bie që të kemi edhe 19 ditë agjerim mbas kësaj dite. Atëherë, me shpresën e të Madhit Zot, duke i lutur Zotit në japë mirësi, begati, paqe dhe mëshirë, do të jemi sërish së bashku sot duke parë, si më thënë, pyetjet, duke parë sugjerimet, duke parë çfarë vëllezërit dhe motrat kanë në raport me fen dhe besimin, duke lutur Zotit që të na japë të gjithë bekimet e tij, mirësinë e tij dhe faljen edhe mëshirën e tij. Atë po shohim më njëherë pyetjet cilat na kanë ardhur. Thotë Hoxh Dorina pyet, thotë unë fal namazin me telefon se nuk e di jam quhet, po inshallah të quhet, nuk ka asnjë problemi. Inshallah bashkë. Thotë unë shoh ëndra shumë, unë do të çoj diçka këtu ty. Ako e ke këtë la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir. Pra thuaj këtë 100 herë e me shpresën e Zotit nuk do të kesh problematika, inshallah taala. Zoti mod Allahu do t'i largojë të gjitha. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Selam aleikum, aleikum selam. Nga Prishtina, aleikum selam rahmetullah. Nga Danimarka, aleikum selam rahmetullah. Do thonë gjatë zëre, po. Okej. Nga Ferizaj, aleikum selam. Nga Venecia, aleikum selam. Nga Gjermania, aleikum selam rahmetullah. Zoti ju ruajt dhe Zoti ju begatoft të gjithë pa përjashtim. Mirë, inshallah, atëherë vazhdojmë me pyetjet e radhës. Selam nga Florida, valikum selam, rahmatullah. Si ta dallojmë diçka që është sprov apo është dënim? Ne varet se si e konsiderojmë veten tonë. Nëse se konsiderojmë veten tonë për njerëzve evlia, atëherë do themi që kjo është sprov. Nëse me mendojmë veten tonë që jemi gjunafçar, e konsiderojmë si sprov gjithashtu. Pra nuk është se ka diçka që dallon, që çdo gjë që i ndodh njeriut është sprov. Çdo gjë që ndodh, mia dhe të këqija. Për dikë kjo sprov është për ta lartësuar, për dikë kjo sprov është që ai, domethënë, të ndërgjegjësohet, të pastrohet. Çdo njeriu, çdo gjë që i ndodh është sprov. Çdo njeriu, çdo gjë që i ndodh është sprov. Qofshin të mirat që i ndodhin, qofshin të këqijat në jetë. Kështu që ne duhet të trajtojmë çdo situatë në vete. Selam nga Tirana, aleikum selam. Një dhikër mbas leximit të Kuranit. Një dhikër pos përveç leximit të Kuranit. Subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Pastaj thuaj Allahumma ighfirli, Allahumma irhamni. Pra thuaj subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sa më shumë, shpesh, pastaj thuaj o Zot, më fal, o Zot, më mëshiro. Nga Podujeva, aleikum selam rahmatullah. Nga Librazhdi, nga Durrësi, nga Gjirokastra, aleikum selam. Mashallah, Gjirokastra.
I kemi ca Habib shumë të mirë. Kam një Habib nga Gjirokasa që e kam si Habib zemër e kam. Okej, vazhdojmë. Selam nga Prishtina, aleikum selam wa rahmatullah. Pse sa herë thot lexoj Kur'an vjen si gjumë, nga që nuk e ke praktikuar edhe është normale. Nga që nuk e ke praktikuar edhe është normale, është normale. Atër shohim pyetjet që vinë. Amin. Zoti shpërbleft për lutjet dhe për duat që boni. A mundëm të avonojmë syfyrin? Jo, nuk mund të avonojmë syfyrin nga orari i vet. A mund të japim se të kanë njeriu ton pa i pi alkool, se nuk ka fëmijë ton vetëm. Nëse është musliman, besimtar, dhe bëhet fjalë për sadakan e fitrit, i jepet. Inshallah bëhet sebeb kjo lloj sadakaje që ai të udhëzohet në Islam. Nga Franca, aleikum selam wa rahmatullah. Aleikum selam gjithëve. Kur përgojemi kërkojmë halallikun dhe e marrim, a na e fal Allahu? Po. Nëse personi na e bën halal, edhe Allahu na e fal. A mundet që njëri që ka nevojë për ndihmë dhe përsërimit të shpejta të marrim dhe informacione nga chat GPT-ja? Vallai feja nuk merret nga chat GPT-ja. Mund të marrë një informacion, por nuk mund të marrë fe. Feja merret nga burimet besueshme. Chat GPT-ja nuk është burim i besueshëm për të marrë fe prej saj. Çfarë lutet bëjmë që të heqim mendimet negative dhe të largojmë nga vesveset? Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Është një lutje profetike. Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Allahu është Zoti im, unë nuk i shoqëroj Allahut asgjë, unë nuk i bëj shok Zotit. Selam nga Korça, aleikum selam. Sa rekate preferohet falet namazi i vitrit? Është i lirë nga 1 deri tek 11. A është mirë të themi këtë dhikr në fund të sejdës së namazit, para lutjeve? La ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jo, nëse e bën tradit, jo, nuk është mirë, kalon bidat. Dori nga Massachusetts, USA, Allahu turit, Zotit në roft. A mund ta falësh pas imsakut gjithmonë? Sabahu duhet falur gjysmë ore ose minimala 20 minuta nga imsaku. Nga Hamburgu, aleikum selam rahmatullah. A bën me i lexu të vdekurit sure nga Kurani si dhurat? Pra ti e lexon që sevapi dhe shpërblimi të shkojnë të vdekurit. Kjo është një çështje që ka dy menime mes dietarëve. Nëse është prind, gjyshe apo fëmijë i shkon, për të tjerët nuk ka argument. Wa aleikum selam nga Bulqiza. Kur do të na vish në Rom, inshallahu taala. Nëse në syfyr i koha e duhur për të ngrënë ushqim, në kohën saktuar, bën me vazhdu me hëngur bukë, apo duhet me vazhdu, apo duhet mos me vazhdu? Jo, nëse mbaron koha, nuk duhet me vazhdu me. Selam të Shkupi, aleikum selam wa rahmatullah. Hapja e gojës në namaz është pastrim apo po hyn xhini? Asgjë nuk është përgjumësh, je përgjumësh. S'ka lidhje as me të fut me në xhinit, as me të dal me në xhinit. Thjesht je lodh dhe je përgjumësh. Sa rekate ka akshami dhe yatsia? Akshami ka 3, yatsia ka 4 farz. Ndërsa akshami ka 2 sunete pas dhe yatsia ka 2 sunete pas, pastaj është vitri në fund fare. Kur mbyllet syfyri në imsak apo në sabah?
mbyllet së fyri sipas kalendarit. Nëna ime, Allah më shëroft, më ka mësuar këtë lutje për Ramazan. O Allah, prano më agjërimin tim, bëje kabul, makbul, makfiret për xhenet, gjithë umetit Muhammed. Dhe shpirtit tem, amin. Hajr inshallah, hajr inshallah. Zoti më shëroft nënën. Selam nga Kavaja, aleikum selam, selam nga Ersek, aleikum selam rahmetullah. Shkupianët sapo i përshëndetën. Nga Tetova, aleikum selam, nga Vlora, Vlora. Nga Austria, mashallah. E kemi fillu thot hatmën e Kuranit para Ramazanit dhe po e vazhdoj, dhe kur ta mbaroj e filloj prapa është okej, kjo apo duhet ta filloj nga fillimi, është okej, je shumë mirë, ja okej. A prishet agjërimin se merr ilaç për sëmundje, astmë ose bronkit, Sprite pomp, nuk prishet, e kemi thënë nuk prishet. Sa mund ta vonojmë syfyrin? Nuk vonohet syfyri. Grupi si ka ardhur mram, a ka ba umrën? Grupi si ka ardhur mram, pra grupi që ka ardhur mram nuk e ka bërë umrën, do ta bëjmë sot bashkë inshallah taala. Nëse dikujt i dalin video ose mesazhe islam në telefon dhe kjo janë shkallon, quhet sikur ka ardhur Islami, jo. Cili ishte ai që kishte dyrin për Sulejman alayhis salam? E ke në Kur'an, historinë e tij e ke në Kur'an. Belam ibn Ba'umra. Aleikum selam wa rahmatullah. Nga Vlora, aleikum selam. A bon t'ja japim vitrat motrës, sepse është studente dhe jeton me babën, nëse është e varfër, po. Nga Perugia, aleikum selam wa rahmatullah. Nuk lexojmë dot Kur'anin në arabisht, mund ta dëgjoni të gjithë në arabisht. Ndërsa leximin latinisht, ja. Nuk lexohet Kur'ani në latinisht. Nuk na erdhën babru. E kemi lënë me Hoxhën Jakub, na ardhën babru me 16 inshallah taala. A bon me dhënë sadaka vitrin për xhami? A bon me dhënë sadaka në vitrit për xhami që pa marrot mos mbruk Gjermanisë? Jo. Nuk jepet sadakaja e vitrit për xhamia. A në shkruan të lutin me emrat e mëdhenj të Allahut, po, atë e ke, atë shofim. Mos po na del shpejt. Nuk e kam këtu për momentin, inshallah do ta shkruajmë. Selam nga Suedia, alaykum selam. Çfarë duaje duhet bëjmë te varri i prindit? I jep selam dhe shpresohet dhe besohet që ai e kthen dhe e ndjen selamin dhe lutesh për të që Zoti ta falë, Zoti ta mëshirojë, që Zoti ta bëjë për banorëve të xhenetit. Zoti ta bëjë varrin poshtë për kofshët e xhenetit. Unë jam me Ramazan, por bashkëshortja ime nuk agjeron me ranë shtratë natën bashkëshortën. A prishet Ramazani për mua? Nuk prishet, rregullohet. Unë me bëj falë namazin në gjuhën shqipe pasi nuk mundem në arabisht pasi jam fillestar. Am pranohet agjërimi? Yes, inshallah. Selam nga Nederland. Nederland është Hollanda. Aleikum selam wa rahmatullah. A është obligim femra me e thanë ezanin, i kametin po, ezanin jo. Allahu i rujt. Selam nga Kumanova, wa alaikum selam wa rahmatullah. Havaja, alaikum selam. A është vërtet se namazin natës duhet ta mbyllim me rekat çift, por duhet bëjmë edhe një tjetër që është tek. Po pra, atëherë i bjerë me tek. Hej Zoti më. Nëse nuk i kemi bërë njët me agjuru dhe deri para namazit drekës kemi ngrënë akoma. Nëse është nafile, po. Farzi, jo. Qofse kam agjuru, qofse s'kam agjuru deri tash, me nis prej sonte, a m'bëhet kabul, inshallah.
Filloje nuk ka si lloj problemi. Filloje nuk ka si lloj problemi. E ditë e kalume ja agjiron inshallah. Selam aleikum nga Kanadaja, mashallah, zoti i rujt. A prishet agjërimi kur shkojmë në Varreza për të kujtuar prindërit? Jo, nuk prishet agjërimi. Jo. Jo, nuk prishet agjërimi, nuk prishet. Jo. Selam nga Gjermania. Kur falemi në shtëpia, do ta thrasim me zana apo i kamet apo të dyja? Të dyja. Selam nga Shkupi, aleikum selam, rahmatullah. Qofse s'ka më gjuru deri tash dhe nis person dhe tham kët. A është vërtet me i fal 5 sunet dhe 5 vakte ndërtohet një shtëpi në xhenet? Po, inshallah. Kush i fal 12 rekat vullnetare në një ditë natë, i ndërtohet atij një shtëpi në xhenet. Selam nga Pisa Italisës, aleikum selam, selam aleikum, thot nga Danimarka, aleikum selam, rahmatullah. Nga Genova, aleikum selam, rahmatullah, barakatuh. A bën me fal namaz nafile me një ren mas sefirit? Varet se kur e myll sefirin, nëse e myll sefirin në orar të fundit, jo. A nëse e myll sefirin gjysmë natës, po. Selam nga Durrësi, aleikum selam. A prishet agjërimi nëse bëjmë sorum ndamar? Është sorum ilaç, nuk prishet. Nëse themi çdo herë në sejdë, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, është prej sunetit thuhet kjo, nuk ka asnjë problemi. Nga Gostivari, aleikum selam wa rahmatullah. Mbas farzit më i vlefshëm cili namaz është, namazi i natës ose namazi i xumas? Jo, namazi i xumas është farz. Nuk krahasohet me namazin e natës. Nuk lejohet bëhet krahasimi. Selam nga Burreli, patjetër do të bëjmë dua për gocën, inshallah taala. Në sejdën e fundit e tham Allahumma rabbana gjithmonë, pa cilën mund ta them në vend të saj. Nuk bëhet kjo dua në sejdë, kjo bëhet para selamit. Po më e mirë është me bëhet dua në cila është transmetuar në hadith që e ketë mburoja e muslimanit. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr, min adhabil nar, wa min fitnatil mahya'i wal mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Selam nga Bari, aleikum selam wa rahmatullah. Po i kameti si thuhet dhe kur? I kameti thuhet para se me fal namazin farz. Amin. Nëse shkojmë tek varri i prindërve, çfarë duaje thuhet? Jemi përgjigjur më lart. Kur na bëhet padrejtisë dhe nëse të kas në vend të akmarrës, ai ndalon padrejtitë e tjera? S'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare. Selam nga Bursa, aleikum selam rahmatullah. Selam nga Deutschland, aleikum selam rahmatullah. Që një vit falem, po s'kam bëj kamet as ezanën, pranohen? Po, inshallah, po tani në të ardhmen duhet me pas kujdes. Selam nga Siena e Italisë, aleikum selam. Kur lëshoj surën nga Instagramit dhe dëgjoj në librin e shenjtë të Kuranit, nuk kam mundësi të lexoj vetë. Kam shpërblim? Po. Kur e dëgjon, me shpërblim. Kur'anin kur e dëgjon, me shpërblim. Selam nga Tetova, aleikum selam. Kur duhet ta japim zakatin? Nëse kam mbushur vitin që kemi depozituar kufirin minimal të zakatit, për shembull këtë vit është 7500 euro, 7 milionë e gjys. Selam nga Peza Helmës, aleikum selam. Ta jepet zakatin për shpenzimet e xhamisë, se nuk ka të ardhura për qeran. Po jepet. Salavatet namazin farz apo sunet? Si pas mendimeve, më saktë është janë vajib ose farz. A prishet agjërimi kur bën aksident dhe pin pak ujë se trembesh? Normalisht që prishet, po je i arsyetuar. Sa herë thuhet subhana rabbil azim? 3, 5, 7, 9, nuk ka problem. Çfarë lutje bëjmë që Zoti të na marrë në botën tjetër? Po pejgamberi alisam ka thënë mos lutet asnjëri për ju që Zot ma merr shpirtin. Po ka thënë pejgamberi Zotit, si të lutemi, ka thënë thuani, o Allah, nëse është më e hajrit për mua të jetoj, më lër të jetoj. Nëse është më e hajrit për mua, më marr shpirtin, më merr shpirtin. Çfarë dallimi ka ezani me ikametin? Ezani është kur hyn koha. Ikameti është kur do të falësh farzin. Amin, vllai Hoxhi i Liri, Zoti të nderoft të shpërbleft.
Grata e thonë ezanin ikametin, thonë vetëm ikametin, ezanin jo. Alo që të falim në telefon nga YouTube, nga që më përzijen. S'ka gjë inshallah, tala po fotu të aplikacioni, aplikacioni është ky. Ja po ta shojmë tani aplikacionin. Kur vdes një besimtar në muajin Ramazan, të shkon direkt në xhenet, inshallah, me shpresë Zotit. Zoti i din këto punë, nuk futemi në punë të Zotit, në punë tonë s'po i marrojmë. Po kur falesh vetë shtëpia, do të bëjmë ikametin, po. Unë kur e kam bërë kurorëzimin në komunë, dëshmitar ka qenë dhe babai, vajzë dhe dëshmitar të tjerë, vetëm mens dhe kemi caktuar, është i sakt, po, është i sakt, në rast të tilla ecet me meherin e gosave të ngjashme në të njëjtin fis. Kështu që është okay çdo gjë. A bën me i përqafu fëmijët në Ramazan? Absolutisht që bën, edhe me i puth biles. A bën me lexu Kur'anin nga telefoni? Bën. Selam nga Rimini, aleikum selam. Çfarë i fshin veprat e mira? Syfajësia. Nëse i kapim teravin, ka filluar rekatin e dytë, a mund ta plotësojmë pas selamit të imamit? Po, mund ta plotësojmë. Nga siçilia po harron, nëse harron me thirrje kamet na pranohet namazi, s'ka lidhje, namazi është i saktë. Thjesht ke bërë një gabim. Selam nga Tirana, aleikum selam. A duhet ta fshijmë fytyrën mbas faljes së namazit? Jo. Nuk ka argument për këtë gjë. Jo. E tham këtë kurorëzimin komun. Selam aleikum, a mund ta lexoni komentin? Inshallah, po na doli. Nga Franca, aleikum selam. A mos bëj gjuna që nëse rri afër burrit gjatë agjerimit, nga syfyri deri në iftar? Mas iftarit deri në syfyr, okay. Pas iftarit deri në syfyr, okay. Po nga syfyri deri në iftar, jo. Ne që jetojmë jashtë shtetit, mund të japim vitrin edhe në Shqipëri? Po, mund të japim vitrat edhe në Shqipëri. A është në rregull namazi nëse çon salavatin sejdë, nuk është për sunetit me çu salavatin sejdë. Si e bezeqatin nëse nuk kemi vend pasuri, por kemi vetëm të ardhurat mujore, nuk e ke për obligim me dhënë zakat. Kush është mund të dietarët e botës islame janë shumë. Elhamdulillah, shqyr Zotit. Unë falë nga viti 2012, po unë kur e kryj 4 sunet jap selam, jam ngrit, kam vazhduar me farzin. Po unë i kametin se kam bërë asnjëherë se nuk e kam ditur. S'ka gjë inshallah. Stresi zero. A thot me vetë El Fatiha kur je në xhami ndërkohë që falim hoxhën? Po, duhet lexuar El Fatihaja patjetër. Amin. E kam bërë një pyetje thot 3-4 herë, po s'më ke thonë përgjigje. Vallaj nuk nga dalë gjë këtu. Në travi 4 shka lexohet në tehijat, vetëm tehijatja apo dhe salavatet. Si çdo namaz tjetër. Ora këtu kënë është 6:52, i bjerë të kjo tjetë në 4:52, apo jo? Selam nga Godoleshi, aleikum selam, rahmetullah. Allah i rujt Habib, Zoti ju nderoft. Në qoftë se në martesë premtohet diçka, është si meher, po. Ai duhet ta japi. Kur jemi në punë,
kur jemi në punë dhe na gjen klienti duke u falur. A duhet ta ndërpresim namazin? Varet, është farz? Jo, sunet mund ta ndërpresësh. A është i preferuar emri Noar? Jo, s'ka lidhje me fen tonë. A prish agjërimin nëse marrin gjak për analiza? Jo, nuk prishet. Si e shpjegoni që po lexoja në surën Nisa ajeti 74, 75, 84 nxit njerëzit për luftë, sepse ka zbrit në kohë lufte. Ajetet në fjalë kanë zbritur në kohë lufte. Po vazhdo ta lexosh Kur'anin se do të gjesh dhe ajete të tjera të cilat urdhërojnë dhe obligojnë për paqen. Sherif Zumberi e ke bërë këtë pyetje më lart dhe të jam përgjigjur më lart. Zakonisht nuk i përgjigjem pyetjeve që jam përgjigjur. Po tentoj ta hap edhe nga kompjuteri, po okay. Nuk u zgjova dot për sefir dhe ëngra pak me vonesë. Am quhet? Jo, nuk quhet. Sepse Zoti e ka caktuar këtë punë që duhet hëngër deri në sefir. Mund të rish edhe pas sefir sot. A lejohet që të bëjmë imsak para kohë? Jo, nuk lejohet. Sepse kjo është rregull fetare. Zoti thotë që iftari bëhet në kohën e iftarit, nuk mund ta bësh ti para kohën. Njëri thotë mund ta bëjmë mas sefirit, tjetri thotë mund ta bëjmë para iftarit. Subhanallah. A ka obligim burri me dhon merrin gruas dhe sa ç'është rënë dakord? Ne këtu në Itali po bëjmë sefir, ju boft mirë. Amin, çim, Allah shpëlbeft. A prishet abdesi nëse je me grim? Si je me grim? Si a prishet abdesi nëse je me grim? S'ka lidhje pyetja. Me isnan, unë do i sugjeroj gjithë muslimanët, kudo që janë të ecin me isnan, përveç atyre vendeve të cilat e kanë përcaktuar me 12 gradë, siç është Anglia, Franca, Irlanda, këto vende të larta kanë caktuar 12 gradë, ndërsa vendet e tjera kanë këshilla është, kemi pyetur pra ulemat dhe dietarët, specialistë kësaj fushë, edhe neve në Shqipëri, në Ballkan na kanë thonë që të ecim me isnan. Isna është 15 gradë. Aleikum selam wa rahmatullah. Jam një nën plak, e kam nis një hatme që një vjet ose kam pas këtë Kur'an afër me vazhduan për natë hatmja, inshallah, me shpresë të Allahut, Allahu shpëlbeft. Duat e kam mësuar nga prindit duke dëgjuar ata, është në rregull apo duhet mësojmë nga literaturat islame? Nga literaturat islame. A bën që gruaja të bëj umre në këto grupe që shoqërohen për Mekë pa praninë e vllajt apo bashkëshortit? Nëse është umra e tyre e parë, po. Namazi udhëtarit është i detyrueshëm më u shkurtu? Po, në mendimin më të saktë të dietarëve. Shmendim keni për popullin e Palestinës që duan të shpërngulin mbas Ramazanit, ndoshta. Ata janë njerëz që jetojnë në vendin e tyre, autokton, edhe nuk mund t'ua blej kush vendin e tyre, as nuk mund t'ua përdhos as kush të drejtën e tyre për të jetuar në vendin e tyre. Historia e spastrimeve etnike ka ekzistuar kohë mas kohë dhe her pas here, por ne besojmë se Allahu xhallahu do të derdhë në atë vend mirësinë e tij,
begatinë e tij, mëshirën e tij, paqen e tij, qetësinë e tij, edhe Zoti më do ta çojë drejtsinë e tij në vend. Gratë të cilat janë me të përmuajshme, si e plotësojnë Ramazanin më vonë, më pas. Si këto ditët e sotme, pra në kohën e imsakut ndalojnë, në kohën e akshamit e çelin. Selam nga Friburgu i Zvicrës, aleikum selam. A do të falim namaz salat të vitit në njëtësi, apo do të falim, mbasi të falim namaz natën, mbas namazit natës? Nëse ke problem me të folin për shkak sulmit kokë, s'mund të flas, kam shumë pengesë, si t'ja bëj me namazin? E lehtëson Allahu, Ku ta gjejmë kalendarin e Isna? Isna është futesh tek programi Athan, programi Athan, edhe t'i jep alternativa, t'jep Isna, t'jep Ummul Qura, t'jep World Islamic Language, kështu me radhë, t'jep gjitha. Aleikum selam. A lejohet një fëmijë 12 vjeçar me bërë Ramazan, ka dëshirë dhe ka fillu, e deri tani s'ka pas problem? Po lejohet, sot është shpërblet. Të bëre një pyetje, nëse ezanin e tret me pak zot uret, se ke njerëz sipër shqetësohen, është okay? Është okay, po. Bën ta bëjmë një imsakut para kohë, mund ta ndërpresësh para kohë, nuk ka asnjë problem. Ka munuar 2 ditë syfyrin, ka 1 orë pa qëllim, a pranohet? Si e ke vonu? Pse e ke vonu 1 orë? Si u vono ka syfyri 1 orë? Përshëndetje nga Slovenia, jam duke lexuar Kur'anin, është obligueshme me marr abdes ai që lexoj Kur'anin? Jo. A mund të bëjmë hatme duke dëgjuar? Po, mund të jetë një lloj hatme dhe dëgjimi nga fillimi deri në fund. A bëni kamet edhe për namaz nafile dhe sunete, apo vetëm për farz? Kameti është vetëm për farz. A mund të marrësh abdes e shminkuar? E shminkuar? Çfarë do thotë e shminkuar? A mund të marrësh abdes e shminkuar? Çfarë do thotë e shminkuar? Mos do thotë kur ka bër tualet, kur ka bër grimim. Nëse ajo gjëja ka krijuar stres, nuk bën. Amin, gjithë dhe përveshtim. A jemi afër fundit botës, nuk e di vallai, atë punë e di Zoti. Një hoxha mos u falën ato xhami që falen nga 4 kat me 2 ulje. Ajo hoxha duhet t'ia fusi një tas lallët me pak krip. Faluni siç falet imami i xhamis. Nëse nuk të pëlqen, shkon në xhami tjetër. Unë për kur këpojmë dhe nuk më marrin, them që në pushim do të falem. Këta që më rrethojnë të më stërgo, pastaj kur të marrin të thuj. Okej, edhe kjo është okej. A lejohet një namaz notarit drekën ta fal 2 rekat pa bashkim me ikindin? Lejohet. Bashkimi është me dëshirë, ndërsa shkurtimi është obligim. Selam nga Londra, aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Franca, aleikum selam wa rahmatullah. Me kap. Okej. E shminkuar do thot me kap. Jo, nuk mund të merret abdes e shminkuar. A prishet abdesin nga gazrat? Pa dyshim. Aleikum selam. A thrasin gati kametin? E kemi thonë 48 herë sot që e thrasin. Me kap. Gjilani, aleikum selam. A duhet ta falim namazin vitin pas yatsis? Që të quhet namazi, jo, s'ka lidhje. Kur vim Shqipëria, duhet të shkurtojmë namazin? Jo, se ke ardhur në vend tat.
shpitate nuk shkurtohet namazi. A mund të bëhet imsak para kohë, mund ta shkëputësh. Mund ta shkëputësh para kohë, nuk ka asnjë problemi. Si e me kohën, ora është tek ju 5:03 minuta. Kështu që shihni punën e sabahut, se unë e kam falë sabahun këtu. Nëse ka ju kohë dhe ne jemi në shtëpi, është në rregull ta transmetonin për të falë namazin, po. A quhet hatme që bëjmë namaz arabive, inshallah, hatme dëgjimi quhet. Nëse dhe neve është minkuar do thotë me kap, okay, nuk bën abdesin duhet të arri ujin në fytyrë, nuk duhet të rri uji sipër lëkurës. Gjakderdhe në hunda e prish agjërimin? Jo, nuk e prish agjërimin. Ta shohim pak të. Okej. A duhet bëjmë të spit për namaz natë? Jo, nuk bëjmë të spit për namaz natë. Qaku derdhja nga hunda sapo e dham përgjigjen. Hamburg, aleikum selam, rahmetullah. A është obligim i kametit në farz? Po, është obligim. Nga devolli, aleikum selam. Gjaku nga hunda prishet agjërimi, e kemi dhënë përgjigjen më lartë. A bëhet imsak para kohë, 49 herë jemi përgjigj kësaj pyetje. Nëse hajmë syfyr mas sa minuta falet farzi, varet se kur hanë syfyrin. Se ti mund të hajë syfyrin 11 për shembull, ose në 12 natës. Varet se kur hanë syfyrin. Selamu alaikum nga Kamza, aleikum selam, rahmatullah. Murat, duhet falesh kështu si po ta shkruajmë tani. Nuk është kjo punë si dush ti, po është si thot Zoti. Ja, ta çova tani. Por marr abdes me bëhet fiksim se kur kam shumë grëmsina, prishet abdesi? Jo, grëmsinat nuk e prishin abdesin. Unë falem me 3 djemtë e mi, a duhet të rrim kret një rend? Imami rri përpara, të tjerët rrin pas. Nëse nuk e falën taravinë edhe kemi bërë gjuna? Jo. Nëse ti sabahut e fal pasi lind dielli, unë e di që nuk është e përgjithshme, se komenton të varet, njeriu mund ta gëzon gjunë, çfarë më bë? Ana prishet agjërimin nëse i rrahim fëmijët nga njerëz se vallahi s'po na ngjen hiç fjalën. Ja, mos i rrini se jeni me agjërim. أهلا بالشيخ إدريس وأنت لا تنسانا من الدعاء. E shminkuar, e morën vesh dhe thot fjala shminkim. A prishet abdesin nëse pim duhan? Jo, nuk prishet abdesi, e zoti më, alhamdulillah. Po duhan është haram. Duhan është haram. Unë nuk i fali këtë vakt dhamzinën, ato që i fali, inshallah, pranohen ato që falë, ato që si falë, Zotit falët. A pranohen namaz në rase e falë pak më vonë, se kam fëmijë të vogël, nuk ka problem, e rëndësishme është mos dalin nga koha. Po pas sabahut mund të flesh gjumë. Opa, doli aty. Rizaj, në minë zilëve. A e prish namazin nëse gromsin, nuk prishet namazin. Gratë nuk thrasin e zanë, gratë thrasin vetëm i kamet. Syfyri këtu kënë është në 4:51. Do të më prit 20 minuta me të falë farzin. Ka bërë Allah me në nëmë. Njerëzit që kanë ikur pa e ditur nga kjo botë, a ju përgjigjen pyetjeve të varrit? Allahu nuk e dënon askënd pa ardhur atij argumenti i qartë. Nëse vjell shumë, prish ta gjimi s'ka lidhje shumë apo pak, po e bën ti provokimin apo jo.
A duhet ta falin gratë teravit? Patjetër, njësoj si burrat. Unë ka 27 vjetë që fal namaz dhe e fal pa i kame, se kështu ka thënë i hoqë. Hajrë, inshallah. S'ka problem. A mundë një femër me stacionet të bëj hatme? Mund të bëj. Mirë, vëllezër, na themi aftohemi ka që t'ju lejmë dhe ju e kohën me fal namazin. Allahu i rujt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.